Restoranti Lumi i Jetës në Dajç të Bashkisë Shkodër është krumbuar nga flakët disa ditë më parë. Në njoftimin e saj, policia bën të ditur se në subjektin lokal në pronësi të shtetasit AD 41 vjeç, zjarri ka rënë për shkak të një shkëndije elektrike. Sipas saj janë shkaktuar vetëm dëme materiale. Ndërkohë, specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan shtetasin IG 67 vjeç, banues në fshatin Barbullush, pasi u kap duke drejtuar autometin në gjendje të dehur. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin BM 40 vjeç, pasi ka ushtruar dhunë psikologjike nëpërmjet telefonit ndaj bashkëshortës së tij, e cila është e pajisur me urdhër mbrojtjeje. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Malësie e Madhe referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin EM 39 vjeç për veprat penale, shpërdorimi i tokës dhe pushimi i tokës, pasi në fshatin Reç është konstatuar se kishte hapur një kanal në një sipërfaqe toke për të cilën nuk dispononte dokumente pronësie. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.